Një valë reagimesh dhe thirrjesh urgjente për bashkim po prapet në mbar rrjetet sociale të diasporës asiane, pas konfirmimit të zyrtar të një propozimi për shkrirjen e Bashkisë Has. Në qendër të kësaj lëvizje ishte edhe takimi mbajtur në Londër, ku përfaqësues të diasporës asiane nga vende të ndryshme të botës dolën me një qendrim të përbashkët drejtuar autoriteteve shqiptare në mbrojtje të ekzistencës së Bashkisë Has. Diaspora hasiane i drejtohet të Qeverisë së Shqipërisë, Komisionit të Reformës Territoriale dhe Zgjedhore, si dhe opozitës shqiptare, duke kërkuar ruajtjen e Bashkisë Has si njësi territoriale rreth dhe bashki e pavarur, respekt për historinë, sakrificën dhe identitetin e Hasit, për fshirjen e diasporës asiane në çdo vendimarrje që prek këtë krahin, politika konkrete që nxisin zhvillimin dhe kthimin e banorëve në vendlindje. Në deklaratën e saj, diaspora thekson se tentativa për shkrirjen e Bashkisë Has nuk është thjesht një vendim administrativ, por një goditje e drejtë për drejtë ndaj ekzistencës ekonomike, sociale dhe demografike të zonës. Sipas tyre, Hasi i pozicionuar mes Kukësit dhe Tropojës i takon një rol institucional i barabartë në rajon, ndërsa një shpërndarje e drejtë e institucioneve do të sillte ekuilibër territorial dhe zhvillim për gjithë verilindjen e vendit. Fshirja e Hasit do të ishte fshirja e një pjese të historisë sonë kombëtare. Diaspora asiane dhe populli i Hasit nuk do ta lejojë këtë padrejtësi, thuhet në qendrimin e diasporës hasiane.